Energjia e numrit të fundit të vitit të lindjes sipas mësimeve budiste. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Zbulimi i energjisë së numrave. A keni menduar ndonjëherë se shifra e fundit e vitit tuaj të lindjes mund të mbartë një kuptim më të thellë? Sipas mësimeve budiste, çdo numër ka një energji unike që mund të ndikojë në rrugëtimin tuaj shpirtëror, fatin dhe sukseset personale. Kjo shifër nuk është thjesht një numër i rastësishëm, por një forcë energjike që ju shoqëron gjatë gjithë jetës. Të kuptuarit e kësaj energjie mund t'ju ndihmojë të deshifroni modelet në jetën tuaj dhe të zbuloni si t'i shfrytëzoni ato për të jetuar në harmoni me veten dhe botën përreth. Në këtë artikull do të eksplorojmë kuptimet e shifrave nga 0 deri në 9 sipas urtësisë budiste, duke zbuluar si ato mund të ndikojnë në jetën tuaj dhe si mund të përdorni këto njohuri për rritje personale dhe shpirtërore. Numrat si bartës të energjisë shpirtërore. Në budizëm, numrat shihen si më shumë se simbole matematikore, ata janë bartës të energjive shpirtërore që ndikojnë në jetën tonë. Që nga kohët e lashta, murgjit budist kanë studiuar se si numrat mund të hapin dyrë drejt kuptimit të realitetit dhe vetvetes. Shifra e fundit e vitit të lindjes konsiderohet një shenjë energjike që zbulon tipare të personalitetit, prirje dhe sfida. Duke kuptuar kuptimin e kësaj shifre, mund të ndriçoni aspekte të jetës suaj që ndoshta nuk i keni vënë re më parë dhe të mësoni si të jetoni në harmoni me energjitë që ju rrethojnë. Shifra 0, zbrazëtia dhe potenciali i pafund. Numri 0 është një simbol i fuqishëm në budizëm që përfaqëson zbrazëtinë dhe potencialin e pafund. Ai simbolizon fillimin dhe fundin, një cikël që rinovohet vazhdimisht. Për ata që kanë lindur në një vit që përfundon me 0, kjo shifër sjell një aftësi të natyrshme për të lundruar nëpër kaos dhe për të gjetur qartësi aty ku të tjerët shohin vetëm çrregullim. Ju jeni të lidhur me konceptet e rinovimit dhe transformimit, duke e parë çdo ndryshim si një mundësi për rritje. Sfida juaj është të shfrytëzoni këtë potencial të pafund pa u humbur në mundësitë e panumërta. Përqafoni ndryshimet dhe përdorini ato për të krijuar një jetë të pasur me kuptim. Shifra 1, individualiteti dhe leadershipi. Numri 1 përfaqëson unitetin dhe forcën e vullnetit. Nëse shifra e fundit e vitit tuaj të lindjes është 1, ju jeni një pionier natyral, i shtyrë për të marrë iniciativën dhe për të ndjekur rrugën tuaj me vendosmëri. Kjo energji ju jep vetbesim dhe aftësi për të frymëzuar të tjerët. Jeni një lider që jo vetëm udhëheq veten, por edhe motivon të tjerët të ndjekin vizionin tuaj. Megjithatë, kjo forcë mund të çojë në izolim nëse nuk balancohet me bashkëpunimin. Sfida juaj është të ruani individualitetin tuaj duke vlerësuar kontributin e të tjerëve për një jetë të ekuilibruar dhe përmbushëse. Shifra 2, harmonia dhe dualiteti. Numri 2 mishëron parimin budist të yin dhe yang, duke simbolizuar harmoninë dhe ekuilibrin. Nëse keni lindur në një vit që përfundon me 2, keni një prirje natyrale për të krijuar paqe në marrëdhëniet dhe situatat tuaja. Ndjeshmëria juaj ju lejon të kuptoni nevojat e të tjerëve, duke ju bërë një ndërmjetës i shkëlqyer. Por dëshira për të ruajtur harmoninë mund t'ju çojë të sakrifikoni nevojat tuaja. Mësoni të shprehni veten pa frikën e prishjes së ekuilibrit të jashtëm për të arritur një harmoni të vërtetë të brendshme. Shifra 3, krijimtaria dhe shprehja. Numri 3 është i lidhur me krijimtarinë dhe shprehjen e mendjes dhe shpirtit. Nëse kjo është shifra juaj, ju zotëroni një energji të gjallë dhe dinamike me një aftësi të natyrshme për të transformuar idetë në përvoja kuptimplota. Jeni të prirur për art, komunikim ose forma të tjera krijuese dhe energjia juaj është ngjitëse. Megjithatë, mund të shpërndaheni në shumë drejtime. Sfida juaj është të kanalizoni krijimtarinë tuaj me disiplinë, duke u përqendruar në projekte që sjellin përmbushje afatgjallë. Shifra 4, struktura dhe stabiliteti. Numri 4 përfaqëson stabilitetin dhe 4 elementet e natyrës. Nëse keni lindur në një vit që përfundon me 4, jeni praktik, i organizuar dhe i përkushtuar për të ndërtuar baza të forta. Perseveranca dhe disiplina juaj janë pikat tuaja të forta, por dëshira për stabilitet mund t'ju bëjë të ngurtë ndaj ndryshimeve. Mësoni të jeni fleksibël për të përballuar transformimet e jetës pa humbur qëndrueshmërinë tuaj, duke krijuar një jetë të ekuilibruar dhe të qëndrueshme. Shifra 5, liria dhe aventura. Numri 5 simbolizon lirinë dhe ndryshimin. Nëse kjo është shifra juaj, jeni një shpirt kurioz dhe inovator, gjithmonë në kërkim të përvojave të reja. Kjo energji dinamike ju bën të përqafoni ndryshimet me entuziazëm, por mund të çojë në mungesë stabiliteti. Sfida juaj është të balanconi dëshirën për liri me nevojën për një bazë të fortë, duke jetuar një jetë të pasur dhe kuptimplote pa humbur drejtimin. Shifra 6, dashuria dhe dëmshuria. Numri 6 është i lidhur me dashurinë dhe shërbimin ndaj të tjerëve. Nëse keni lindur në një vit që përfundon me 6, keni një natyrë empatike dhe të butë, duke u ndjerë të përmbushur kur ndihmoni të tjerët. Megjithatë, mund të sakrifikoni nevojat tuaja për të kënaqur të tjerët. Mësoni të kujdeseni për veten për të vazhduar të ofroni dashurinë dhe dëmshurinë tuaj në mënyrë të qëndrueshme, duke arritur një ekuilibër mes dhënies dhe marrjes. Shifra 7, spiritualiteti dhe introspeksioni.
Numri 7 përfaqëson kërkimin e të vërtetës dhe spiritualitetit. Nëse kjo është shifra juaj, jeni një person reflektues i shtyrë për të eksploruar misteret e jetës. Kjo prirje mund t'ju çojë të izoloheni, prandaj është e rëndësishme të balanconi jetën tuaj të brendshme me përgjegjësitë e jashtme. Integrimi i urtësisë suaj shpirtërore në jetën e përditshme do t'ju lejojë të jeni një udhëzues për veten dhe të tjerët. Shifra 8, bolloku dhe fuqia. Numri 8 lidhet me suksesin material dhe leadershipin. Nëse keni lindur në një vit që përfundon me 8, jeni ambicios dhe i aftë për të menaxhuar projekte komplekse. Megjithatë, dëshira për sukses mund t'ju çojë të neglizhoni vlerat shpirtërore. Balanconi ambicjet tuaja me integritetin për të arritur një bollëk të vërtetë, jo vetëm material, por edhe emocional dhe shpirtëror. Shifra 9, përfundimi dhe dëmshuria universale. Numri 9 simbolizon përmbushjen dhe shërbimin ndaj njerëzimit. Nëse kjo është shifra juaj, ndiheni të thirrur për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Empatia juaj mund të transformojë botën, por kujdesuni të mos sakrifikoni veten. Balanconi shërbimin ndaj të tjerëve me kujdesin për veten për një jetë të përmbushur dhe të qëndrueshme. Përfundim, përqafimi i energjisë suaj unike. Tani që njihni kuptimin e shifrës së fundit të vitit tuaj të lindjes, mund të reflektoni se si kjo energji ndikon në zgjedhjet dhe sfidat tuaja. Numrat nuk ju kontrollojnë, por të kuptuarit e tyre mund t'ju ndihmojë të bëni zgjedhje më të vetëdijshme dhe të jetoni në harmoni me thelbin tuaj. Përdorni këto njohuri si një mjet për rritje personale dhe shpirtërore, duke ecur drejt një jete më të vetëdijshme dhe të përmbushur. Fjalët përfundimtare. Ky artikull është një ftesë për të eksploruar energjitë që formsojnë jetën tuaj. Reflektoni mbi shifrën tuaj dhe si mund ta përdorni për të ndërtuar një jetë në harmoni me veten dhe botën. Për më shumë përmbajtje mbi rritjen personale dhe shpirtërore, bashkohuni me komunitetin tonë dhe eksploroni burimet e rekomanduara.